Rikthimi i Gjestit në skenat e klubeve të natës po rezulton vërtet energjik. Këngëtari i njohur, i cili së fundmi ka nisur performancat e tij live, ka dhuruar një atmosferë fantastike mbrëmje një nga klubet në Tiranë, por bashkë me energjinë e lartë dhe entuziazmin e publikut, erdhi edhe një moment mjaft komik që po bën xhirin e rrjetit dhe ka shkaktuar shumë të qeshura. Teksa po këndonte hitin e tij të ri, fuqishëm dhe ishte zhytur plotësisht në atmosferën e mbrëmjes, këngëtari i tij ka rashkitur papritur mikrofonin nga dora, duke përfunduar drejt për drejt në mes të turmës që po kërcente me të. Kjo këngë, e cila ka dhënë akoma më shumë ritëm natës, është pjesë e këngëve të tij më të reja, të cilat janë publikuar së fundmi. Ky projekt muzikor përmban 5 këngë dhe u publikua më 8 maj, duke rikthyer fuqishëm Gjestin pranë fansave të tij besnik. Ky episod i vogël dhe të jetë simpatiku kalua me shumë sportivitet nga vetë artisti, por dhe me ovacione dhe përkraje nga të pranishmit. Nga ana tjetër na duhet të kujtojmë se Gjesti pati një pauzë mjaft të gjatë për shkak të tragjedisë që ndodhi me vllain e tij, i cili humbi jetën në një aksident automobilistik. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.